komision kemi folur për këtë çështje dhe me fakte, po kur vjen një deklarat nga eurodeputeti Partive Popullore Europiane dhe sot faleminderit që më sollën vëmendje që ishte edhe antari i komisionit për policimin kufitar, dëgjoni pak çfarë ka deklaruar në vetë të parë. Është eurodeputet në Parlamentin Europian. Really it's necessary to press him and from Europe. Është e nevojshme të ushtrohet presion. Nga Bashkimi Evropian mund të jeni të sigurt se situata në Shqipëri po monitorohet dhe qëndrimi ynë është absolutisht i qartë. Nëse zoti Rama nuk përgatit zgjedhje transparente, do të ketë pasoja, veçanërisht për të dhe familjen e tij. He really used his family. Ne kemi vënë re sa i përdor familjen e tij për të çuar paraja shtetit. Ne po ndjekim parat. Është një mesazh i qartë dhe ai do ta kuptojë shumë mirë. Message especially for him and he will understand very well my message. Po, avokat, pare se të kalosh tek ideja që kishe se dua një koment për të tani, është eurodeputet, nuk po flasim për deputet Kuvendit të Shqipërisë që këtu ja kanë humbur çfarë do lloj Na ishte me emri drejt për drejt. Drejt për drejt nga Parlamenti Evropian. Madje ai u shpreh në fund që Edi Rama dhe kuptoi shumë mirë, e kupton shumë mirë se për çfarë bën fjalë. Nga pikpamja ligjore dhe juridike, kur një eurodeputet bën një deklaratë të tillë, ai ta ka dhënë një episod ty. Shfrytëzon familjarët për transportimin e parave jashtë. Menjëherë vjen në vëzhgim familjarët. Absolutisht. E kupton? Sa ata po i vëzhgojnë si thaj, ne po i vëzhgojmë ata. Po, është punë, ai është punë e atij, shiko. Genc, je drejtuesi Spaku, çfarë do bëje sot? Pas një deklaratë. Atë që do bëja unë, do hyja në korrespondencë me të. Dhe ti thoshim që na jep të gjithë materialin që disponojnë. E kupton? Edhe për informacion, se informacioni verifikohet, atëherë Sonila kur unë tregoj një histori, ti nuk më flet mua, po ti çfarë bën? Bën verifikimin e vendeve, bën verifikimin e thënieve, ballafaqimin e personave, paraqitje për njohje, i tha Basiri. Shiko, kur lind fëmia i vihet emri dhe kur bëhet plak merret dhe varroset. Këtë duhet të bëj Spaku. Që kur lind akti korruptiv ti vër emrin, kush e ka bër, dhe në momentin që e provon që ai e ka bër, futun burg. Varish burgu, e kupton? Ashtu. Kjo është historia që duhet të bëj. Këta janë në stand-by. Nëse Dumani hodhi 2-3 pushk, ky është në stand-by tash. Është pikërisht ky Spak sot që po vepron mota mo ashtu siç duhet Edi Ramës. Po vetëm kohë po fiton. Se në patjetër, kohë këta nuk shiko, këta e dinë se çka kanë bër. Këta koha është flori. Nuk diskutohet. Shikoni, tha ky prokuror e ka gjetur kërkesën në parlament për Belinda Ballukun. Nuk e ka firmosur Dumani. Dumani, bravo. Dhe underway erdhi ky në krye. Grushtin parlamenti, e mbrojti politikisht, siç e dim të gjithë. U kthye dosja, ky në vend të merri me këtë të bënte riformatonte akuzën, të bënte kërkesë të re, ky pushoi dhe Irina Gjokën. Priti, dhe u futën brenda zyra këta. Ç'a ndodhi? Tash i riformaton akuzën dhe e quan korrupsion dhe pastërtim i produkteve. Po nuk bën kërkesë, për mas siguri thotë do ta akuzën, por nuk kërkon. Do ta çmojmë. Kur do ta çmojë ky se ka afate procedurale? Ky i kput një dërgim në gjyq. Po. E kjo është versioni i propagandës. Dhe mas e sigurimit digjet. Nuk ka më asnjë vlerë. Ja, bravo. Ashtu. Dhe pastaj e mban gjykata e diti, thrasin dëshmitar pa fund. Në 2-3 javë. E kupton, kaq duhet të marrin mandatin. Kaq më dum këta, se këta dëgjoj Genci, këta dhe aeroportet do vjen në eficiencë, domethënë nuk ka rëndësi të lëvizin gjatë. S'ka për rinë as në kapin Vlorën. E kupton? Thonë do bëhet dhe një Gjirokastër. Domethënë këta kudo që t'jenë kanë avionin afër. Vetëm se Genci ka diçka që më bën përshtypje. Se ta pyes dhe Julin për këtë, po foli eurodeputeti dhe ai ka folur vetë në parë, nuk ka fshehur. Ti thua çfarë vlere procedurale ka kjo? Jo, një moment, përveç asaj, përveç vlerës procedurale, shikoj shtypin ndërkombëtar, atë më prestigjozin, ka artikuluar akuza. Mua më kujtohet shumë mirë ç'bënte Edi Rama kur Bildi, bënte artikuj e tjerë, detyronte që ta të rishnin, tani nuk po e bën më një gjë të tillë. Ama shtypi ndërkombëtar, eurodeputet, për të mos thënë që edhe figura të tjera politike janë duke artikuluar akuza. Pra, në një mënyrë ose në një tjetër, Spaku e kupton që ka një protest brenda vendit që është një lloj presioni. Ka një denoncim ndërkombëtar. Ka dhe një denoncim ndërkombëtar, kështu që kaq patinazh nuk e ka, që të rrshjas lehtëshëm dhe të shiko, Washington Posti ka zbuluar Watergate-in. Për shembull, që do vi puna dhe ke episodet. Sepse shërbimet e huaja, agjensitë ligjzbatuese të huaja
po aplikojnë prej vitesh, po aplikojnë goditjen e krimit në burim. Për shembull, paraja e pisët që injektohet në ekonomitë e tyre, apo narkotiku i cili do të bllokuar në Shqipëri përpara se shpërndaret për Europë, sepse shpërndarja nëpër Europë e bën të pamundur si ai mielli që po u der, nuk e mbledh dot më. Edhe kjo është politika që ata po ndjekin dhe po i bien. E kupton, sidomos italianët, sepse këta shtetet më pranë që janë edhe gjeografikisht kontakt që mund ta realizosh më shpejt. Tashi gojët e liga thonë, edhe atje qofshin ato, se i inkriminojnë kryeveprat që ka bërë ky Osonil, thonë që Vlora është bërë për të kuqen e Afganistanit për të kalu. Shtypi e thot, në fakt ka qenë një artikull i Michael Rubin, i cili ka qenë ish zyrtar i lartë i Pentagonit në Washington Examiner, më fal, basi vetëm një sekond që ta kujtoj edhe për publikun. Tashi këto nuk bëhen se kanë natë Edi Ramën. Këto shkrimet do ishin të njëjta sikur të ishte dikush tjetër në Edi Ramën, por me të njëjtat veprime dhe me të njëjtat afera. Dhe rastësore nuk mund të jenë, se cilja dy indicje për bën provë Soni. Dy indicje për bën provë. Dje që një shkrim të ish kandidatit për ambasador në Tiranë, David. Një shkrim të zgjeruar që i drejtohej pikë